Jam i stacionuar në qarkun e Elbasanit. Qarku e Elbasanit, siç dihet, është një ndër zonat më të nxehta sa i përket zgjedhjeve vendore. Ky qark ka 10 KZZ, të cilat janë të ndara në 508 qendra votimi. Unë jam i stacionuar në qendrën 52, ku bëhet fjalë për 48 qendra votimi, të cilat janë 33 qendra votimi janë në zonat rurale dhe 15 këtu në qytet. Aktualisht ndodhen në shkollën Aslan Shahini, ku janë 2 qendra votimi 200 qendra votimi 2603 dhe 2604, të cilat kanë më shumë se 830 votues për çdo qendër. Aktualisht procesi ka filluar normalisht dhe kjo qendër vije të re që pjesëmarrja është thuajse normale, por ajo që bie në sy është mosha e thyer që votojnë. Shumë pak janë të rinj të cilët marrin pjesë në votime. Aktualisht, me sa kemi komunikuar në telefon me të gjithë kryetarët e KZZ-ve në të gjithë qarkun e Elbasanit, nuk është shfaqur ndonjë problem ose të kemi ndonjë incident sa i përket minutazhit deri në këtë momente. Faleminderit Shkëlzen, do të mbetemi në kontakt me ju dhe me gjithë kolegët e tjerë që ndodhen në teren për të bërë transparencën e procesit zgjedhor të 11 maj.